Delegacioni OSBE vizitoi prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Mësohet se prezenca e OSBE i dhuroi SPAK disa pajisje kompjuterike që do të përdoren nga Task Forca e posaçme për zgjedhjet e 11 majit në terren. Pajisjet, 25 laptop, 25 printera, skanera dhe aksesor do të përdoren nga 13 grupet hetimore në terren, si dhe nga struktura qendrore në Tiranë. Synimi është parandalimi dhe hetimi i veprave penale që lidhen me keqpërdorimin e administratës publike dhe infrastrukturës shtetërore, si edhe me përfshirjen e grupeve kriminale në zgjedhje, njofton OSBE. Grupet në terren do të mbulojnë të 12 qarqet e Shqipërisë dhe do të përbëhen nga prokurorët e SPAK-ut, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, agjent financiar dhe personel mbështetës. Kryetari i prezencës dhe drejtuesi i SPAK, Altin Dumani, nënvizuan rëndësinë e mekanizmave të fortë institucional për mbrojtjen e proceseve zgjedhore dhe ruajtjen e votës gjatë zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit.